Ka efekte anësore targeterapia? Krejt kanë. Të gjitha preparatet në... Edhe paracetamoli mund të ketë efekte anësore. Nuk themi se nuk kanë, por gjithmonë kur i krahasojmë me kimio preparatet klasike që janë dhënë dhe po jepen, janë më të menaxhueshme, më të vogla, edhe ndoshta edhe më të pakta. Cilat janë për shembull të targeterapisë efektet anësore? Çka me prit një pacient? Tash varet se cili prej tyre. Për shembull një targeterapi, një Phesgo që e japim ne, për shembull, që është një trastuzumab dhe pertuzumab, dy preparate të cilat mbulojnë gati se komplet kupollën e receptorëve të pacientët që janë me hiperekspresion të gjeneve, HER2-neu i themi të pacientët me kancer gjiri. Dhe tash ajo jepet në musullin e këmbës këtu, çdo 3 javë në formë protokollare, dhe mund të ketë si efekt një skuqje të lëkurës, një formë edematoze, ndoshta aty të vendi ku injektohet, për shkak të asaj substance e cila mundson përtithjen, por është e menaxhueshme. Nganjëherë, domethënë mundet edhe me kalu kufit të cilët ne i presim, por është e menaxhueshme. Mund të ketë edhe forma tjera, domethënë mund të ndikojë edhe në pasqyrën e gjakut. Mund të ndikojë. Jo domosdoshmërisht, por parsisht prej gjendjes. Secili preparat mund të ketë efekte në palcën e kockave dhe të na jep efekte në pasqyrën e gjakut me leukopeni, me neutropeni, me anemit, e tjera.